Ed dhe Mabel Lawrence ishin thjesht një çift i zakonshëm të pensionuarish kur për herë të parë hipën në Ocean Serenity. Ishte menduar të ishte një pushim i thjesht 2 javor për të festuar vite të tëra pune dhe sakrifice. Por diçka te jeta në det ndihej ndryshe. Larg stresit të përditshëm dhe rutinës, ata e kuptuan se kjo mund të ishte pikërisht pushimi që kishin pasur gjithmonë nevojë. Në heshtje, filluan të mendonin për mënyra se si mund të qëndronin më gjatë se sa ishte planifikuar. Por para se të zhytemi në historinë e tyre, shtypni butonin like, abonohuni dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të reja. Në fillim, ata thjesht planifikuan ta zgjasnin udhëtimin me disa ditë, por një ndryshim i vogël u shndrua në diçka shumë më të madhe. Ngadalë, filluan të vendosnin disa gjëra në lëvizje, me kujdes për të siguruar që askush të mos e vinte re se po qëndronin më gjatë. Kur pasagjerët e tjerë u larguan në fund të kroçerës, Ed dhe Mabel qëndruan. Ata ndëruan kabina, u përzien me çdo grup të ri udhëtarësh dhe mbajtën një profil